Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Ermal Nufi, gjatë qëndrimit të tij në një vizitë zyrtare në Kroaci, ka takuar homologun kroat Ivan Anušić. Dyshja mbajtën një konferencë së përbashkët për media gjatë ditës, teksa u pyetën se si do të silleshin Shqipëria dhe Kroacia, duke pasur parasysh deklaratën e nënshkruar për bashkëpunimin ushtarak mes tre shteteve në rast të ndonjë sulmi ndaj Kosovës. Ministri shqiptar dha një përgjigje interesante për këtë çështje, duke thënë se si antare e NATO-s do të harmonizonte çdo veprim me aleancën, mirëpo shtoi se si shtet do të vepronin ndryshe. Shqipëria dhe Kroacia janë të harmonizuara me NATO-n dhe çdo veprim që do të ndërmarrin do të jetë në përputhje me NATO-n, por kjo nuk do të thotë që ne si shtet nuk do të ndërmarrim asgjë në mbrojtje të Kosovës. Deklarata mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë është nënshkruar me vullnetin e popujve shqiptar dhe kroat. Natyrisht Kosova synon të integrohet në BE, në NATO dhe në të gjitha instrumentet e sigurisë, prandaj nuk shihet asnjë rrezik. Si Kroacia, ashtu dhe Shqipëria konsiderojnë se siguria në rajon është interes të përbashkët të gjitha shteteve, deklaroi ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Ndërkaq, homologu i tij kroat Ivan Anušić për çështjen e njëjtë theksoi se deklarata e nënshkruar mes tre vendeve nuk paraqet aleancë ushtarake. Kjo deklaratë nuk përfshin asnjë aleancë ushtarake, është një deklaratë bashkëpunimi, jo aleancë ushtarake, tha ai, teksa shtoi: "Ju kujtoj se që nga viti 2010 ekziston një marrëveshje shumë e gjerë, më përmbajtësore dhe më e detajuar, pikërisht me Serbinë, të cilën Serbia e hesht. Ne e kemi atë marrëveshje dhe ajo është në fuqi që nga viti 2010. Deklarata që kemi nënshkruar ne nuk përfshin asnjë aleancë ushtarake, as aktivitete luftarake apo të luftës. Kjo deklaratë është ekskluzivisht në nivel të bashkëpunimit teknik, shkëmbimit të njohurive dhe përvojave, dhe kjo është ajo që ne po bëjmë", tha Anušić. Ndaj marrëveshjes trepalçe për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, ka reaguar ashpër vazhdimisht Serbia, duke i quajtur këtë si një aleancë kundër Beogradit, por këtë e kanë mohuar në vazhdimsi palët nënshkruese.